Për kujtimi i 52 vjetorit të revoltës së ishte burgosëve politik në burgun Pamëkeq të Spaçit është përkujtuar nga ishte dënuarit përfaqësues nga ambasadat të ndryshme në vendin tonë, organizata që punojnë në fushën e edukimit dhe ruajtjes së kujtesës historike. Në ceremoninë organizuar në ish burgun e Spaçit, folësit thanë se ngjarje të tilla dëshmojnë përqendresën ndaj diktaturës komuniste. Kjo relike e Yusuf Hoxhës, i persekutuar politik, i dënuar këtu me 10 vjete, dhe ky ka qenë doktor me gradë, ka studiuar jashtë për të shërbyer njerëzimit, dhe këtu ka ardhur e ka vdek në burgun e Spaçit. I kanë bërë mbrapa, këtu si mas dhoma, kishte dhomë të vogla që ishin shumë të dëmshëm për regjimin. Ata i futshin në dhoma të vogla që rrishin 4 vjet, 6 vjet, 8 vjet, pra shkirvatat ishin njëri mbi tjetrin. Kështu që kjo dhomë ndoshta ka qenë me të dënuar ma shumë që ishin të vobeket nga ana shëndetësore dhe rrishin ma shumë në dhoma të mëdha që kishin ajrin pak më të madh se të tjerë. Këtu të dënumit punoshin të gjithë. Asnjë nuk ngelej në kapanone. Dërgoshin të gjithë me turna, secili punonte nga 8 orë. Nuk kishte normë kolektive, aty kishte normë personale. Personi do të nxjerrte 10 vagona dhe të 10 vagona do të nxjerrte së zban. Me forcë, me dëshirë, pa dëshirë, punë do ta bëshe. Dhe imagjinoti kur hynte me kushtet të minjera, to janë shumë të ngrohta se kanë elementin e sjufurit, dhe minjera marrën është gati me 40 gradë, 38, 39, 40, 40 sa gradë e ka temperaturë. Pra kur dilshin njerëzit këtu, dilshin komplet të djersitur dhe imagjinoti dhomë tharse nuk ishte tjetër, dhoma tharse ishte kapanori kur hyshin këtu. Puna që krynin ishte vetëm minjerë. Pra, i vetmi i sigur që nuk largohen nga burgu, ishte kur hyshin minjerë. Atë s'kishin ka dilshin. O do të shkoshin të gërmoshin e të nxjerrshin minerarin e bakrit dhe të piritit, ose të ngelshin të vdisin men. Ka dhe shumë njerëz që kanë vdek men atje. Nuk e përballoshin dot as temperaturën e lartë, as aromën e sjufurit, ose ishin të sëmurë, të djersitur, me tuberkulozë, kanë qenë një pjesë shumë e madhe atyre, që ka vdek mrena në përgaleri. Ku ndodhi minjera këtu? Aktualisht ku ndodhin sot? Jo, minjera ka qenë pak më nalt, një 500 metra më nalt, po kanë qenë këtu me gjithë ky mal është me vrima, është me galeri. Nuk kishte që do të hyshin të gjithë një, jo. Secila skuadër futën në galerinë e vet, marrë punë dhe dilte. Këtu më të thomë që kishte me kilometra, do të ecsin për shku në për frontin e punës, aty ku tamam ku gërmosh, mund të ecsin me kilometra tërë, Të mbjetuarit e revoltës së Spaçit janë shembulli më i mirë pavarësisht vuajtjeve që kanë përjetuar, zgjedhin të përçojnë tolerancë dhe shpresë. Shkaqet e saj ishin jo vetëm kushtet njerëzore, puna e detyruar në minjer dhe torturat psikologjike e fizike, por edhe gjendja e mjerueshme. 52 vite pas revoltës së ishte burgosurve politik në burgun e Spaçit, pritet ndërtimi i muzeu që do të mundësoj panoramën e kalvarit të vuajtjeve. Nga ishte dënuari dhe revolta ndër më të mëdha të atij regjimi të egër komunist, Zev Gjonaj ka krijuar enkas një këngë dhe së bashku me 2 këngëtar të tjerë ka performuar në aktivitetin e organizuar në ambientet e ish burgut të Spaçit. Nëna e Zev Gjonajt ka vuajtur një dënim për mosbindje ndaj sistemit të asaj kohe. Zefi ka treguar me detaje ambientet e burgut të Spaçit, ndërsa kënga i është kushtuar pikërisht burgut Pamëkeq të Spaçit dhe vuajtjeve që kanë përjetuar të dënuarit. Është shumë e vështirë sepse edhe nëna juaj e dashur ka vuajtur një dënim. Ku pa historinë e saj? Ndoshta është e vetme grua në Mirdit që ka kryer burg. Rrethanat ishin, çfarë them, të krijuara nga regjimi për të futur granë në burg dhe për t'i mbajtur në presion që mos të përhapeshin të rejat, mos të përhapeshin liberalizimi ose liria e personave.